Në vigjiljen e hapjes së negociatave të shumëpritura për paqen në Sharm el Sheikh të Egjiptit, presidenti amerikan Donald Trump ka dërguar një mesazh të fortë paralajmërues ndaj Hamasit. Ai deklaroi se grupi do të zhduket nga faqa e dheut nëse refuzon të dorëzojë pushtetin dhe kontrollin në rripin e Gazës, duke i cilësuar momentin aktual si vendimtar për fatin e popullit palestinez dhe të gjithë rajonit. Koha është thelbësore, nëse nuk lëvizet me shpejtësi do të ketë gjakderdhje masive dhe këtë askush nuk dëshiron ta shohë, theksoi Trump gjatë deklaratës së mediave në Washington, duke shtuar se Hamasi sipas tij po tregon shenja gatishmërie për një paqe të qëndrueshme. Shefi i shtëpisë së bardhë e bazoi këtë optimizëm në përgjigjen e grupit islamik që i kishte dërguar Washingtonit lidhur me planin amerikan për paqen. Megjithatë, Trump nuk e kurseu as Izraelin nga kritikat. Ai bëri thirrje qeverisë së Benjamin Netanyahu të ndalojë menjëherë bombardimet mbi Gazën me qëllimin që, siç u shpreh ai, të krijohen kushtet e nevojshme për lirimin e sigurt dhe të shpejtë të pengjeve. Këto deklarata vijnë në një moment ku shpresat për një pushim të përkohshëm janë rritur ndjeshëm, ndërsa delegacionet e Izraelit dhe Hamasit po udhëtojnë drejt Egjiptit për të nisur bisedime të indirekte nën kujdesin e autoriteteve egjiptiane dhe me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Delegacionit izraelit i udhëhequr nga krye negociatori Ron Dermer pritet të mbërrijë gjatë ditës në Sharm el Sheikh, ndërsa delegacioni i Hamasit ka mbërritur tashmë sipas një zyrtari egjiptian që foli për Associated Press në kushte anonimiteti. Në tryezën e bisedimeve pritet të jetë i dërguari special amerikan Steve Witkoff, i cili do të përfaqësojë Washingtonin në përpjekje për të siguruar një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të çonte në ndalimin e luftimeve dhe në shkëmbimin e pengjeve izraelite me të burgosurit palestinez. Ministria e Jashtme e Egjiptit konfirmoi se negociatat do të përshëndrohen kryesisht në këtë shkëmbim të ndjeshëm humanitar, i cili shihet si hapi i parë drejt armpushimit të qëndrueshëm. E marta shënon gjithashtu 2 vjetorin e sulmeve të Hamasit me 7 tetor 2023 në jug të Izraelit, ku humbën jetën 1139 persona, kryesisht civil, dhe u morën peng 250 vet. Nga ajo ditë, Gaza është përfshirë në bombardime të përditshme dhe një krizë humanitare e thellë që ka shkaktuar mijëra viktima dhe zhvendosje masive të civilëve. Sytë e botës janë tashmë të drejtuar nga Sharm el Sheikh, ku pritet të mësohet nëse bisedimet do të sjellin për herë të parë pas 2 vitesh një frymëshpresë për popullin e raskapitur të Gazës dhe për stabilitetin në lindjen e mesme.